Mirëmëngjes, jemi rikthyer në studio, tani do lidhemi me Alban Krajon për të mësuar më shumë për historinë tonë që na përket neve, po që po na e vjedhin, ose më saktë na e kanë vjedhur. Alban, fenomeni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes juve, Jerdita. Kemi pak problem me zërin, po sa ta sistemojmë pak, që mendja do të sistemohet. Albani postoi përpara disa ditëve pikërisht një video ku tregoi për këtë histori që do ta shtjellojmë pas pak, më pëlqen shumë këtë fjalë koleg shtjellojmë. A shohim videon ja përpara? Jo, nuk do të shohim videon, por që në momentin e parë që video u publikua, ai tregoi për këtë pjesës historie që na përket neve, po që serbët e kanë përvetësuar, pati një interes shumë të madh. Reagime të shumta me komente, likes, share, kështu që të më them edhe ne pak se si qëndron e vërteta jon. Po, mirë dita dhe ty, Fabi. Faleminderit. Unë kam thënë gjithmonë në mënyrë të vazhdueshme që ne kemi një histori të jashtëzakonshme, kemi një histori që i ka themelet në gjenezën e kontinentit tonë. Por, fatkesisht, ne e kemi njohur shumë pak historinë tonë dhe vazhdojmë ta njohim prapë në mënyrë të sipërfaqësme, për arsye se për ditë dalin më tepër ato të dhëna historike që ne i hulumtojmë dhe i kërkojmë në arkivat më serioze që janë sot në Evropën perëndimore dhe na trondisin kur i gjejmë. Por fatkesisht institucionet që e kanë për detyrë ta bëjnë heshtin dhe bëjnë sikur ato gjëra nuk ekzistojnë. Kjo një ndër ato gjëra është dhe ajo e luftës fushë Kosovës në vitin 1389. Ajo u zhvillua në 15 qershor të vitit 1389 nga një koalicion i madh, që unë në bazë të atyre që kam gjetur sidomos dokumentave arkivore në Vatikan, mund ta quaj më tepër se një koalicion ilirik, pra i gatishullit ilirik apo ballkanik siç e quajnë sot, mund të thotë që ishte një koalicion thuajse evropian. Pasi aty përveç forcave, si thua, të territorit të sotëm ballkanik, kishte edhe një kontingjent që vinte nga Polonia, bile madje edhe një kontingjent që vinte nga Napoli. Nëse kthehemi pra edhe një herë në diskutimin që po bënim, pasi u shkut lidhja e internetit që pat probleme, di që keni pasur një studi të madhe mbrëm në Tiranë, e urojmë që studitë të mbarojnë për vendin tonë dhe të lindë një diell i ri për Shqipërinë. Por të kthehemi përsëri në vitin 1389, në atë periudhë ne kemi në një kontekst historik në gjithë arbërinë e asaj kohe të një zhvillimi relativisht shumë të mirë në krahasim me pjesën tjetër të Evropës, pasi dinë që aty në arbërinë e asaj kohe, përveç familjes Kastrioti që ishte një ndër më potentët, flasim për periudhën e 1389-s, në periudhën pak para asaj lufte të fushë Kosovës dhe pak mas asaj lufte, ishin topijajt, muzakajt, arianitët, siç e dim, me buashpatejt, e shumë familje fisnike shqiptare të cilat kishin dhënë një zhvillim feudal shumë të kënaqshëm territorit arbror. Por më sipër kishim dhe familje të tjera arbrore që ishin familja e famshme e Nemanjave, që shumë sot i ngatrojnë duke i konsideruar ato si një familje serbe, por në vërtetësinë e tyre ato nuk kanë qenë asnjëherë Nemanjat, nuk kanë qenë asnjëherë serb, por ishin një familje princore arbrore. Në atë kohë, në vitin 1389, koalicionin, siç e thash pak, evropian, përbëhej nga shumë shtete të zonës sonë, ishin brenda dhe kroat, kishte brenda dhe vende të tjera siç bulgar kishte brenda, kishte edhe minoritete pjesë tjera më të vogla, pra ti quajmë minoritare më të vogla, pak kontingjente më të vogla, por atë kolonë vertebrale të ushtrisë qendrestare përbënin arbrorë. Vetëm Gjergji II Balsha kishte në dispozicion në shërbim të tij 30.000 arbrorë, të cilët i udhëhiqte në luftën e fushë Kosovës. Dhe ajo që është të themi risi, por nuk është edhe shumë risi, pasi kemi dhe Frank Bardhin, i cili ka shkruar mbi shtërgjyshin e heroit ton kombëtar Konstantin Kastrioti Mazreku. Pra duhet ta shqiptojmë ashtu siç është emri i vërtet i shtërgjyshit të heroit ton kombëtar Konstantin Kastrioti Mazreku. Me kalimin e kohës, pastaj ra mbi emri Mazreku dhe mbeti vetëm Kastrioti. Dhe në atë kohë Konstantini ishte 80 vjeçar dhe Konstantini ishte prisi ad honorem i gjithë koalicionit, pra ishte prisi, si thua, për arsye moshe, po për arsye edhe të meritave, kontributeve që kishte dhënë ai.
ishte udhëheqësi shpirtëror dhe de facto i gjithë këtij koalicion, të cilin e udhëhoqi deri në ditën me 15 qershor të vitit 1389. Ne kemi pastaj një shtrembrim total të historisë të luftës së fushë Kosovës, e cila ishte një ditë negative për kombin ton, pasi ne dim që ajo luftë u humb, pra ajo betejë u humb nga koalicioni jonë, por për ne shumë e rëndësishme si betejë, pasi është qëndresa e parë e organizuar e arbrorëve për të mos lejuar atë ekspansion, atë pushtim që do rezultonte më vonë për 5 shekuj gjakatar i perandorisë otomane. Dhe kjo ishte rezistenca më e madhe deri në periudhën e mëpasme kur heroi jon kombëtar Gjergjon Kastrioti do shkruante atë faqen e lavdishme për rreth 25 vite në udhëheqjet të arbrorëve të shekullit të 15. Të kthehemi përsëri tek Konstantini. Konstantini ishte stërgjyshi pra i heroit ton kombëtar, ishte gjyshi i Gjonit parë, babait të Gjergj Kastriotit, dhe ishte 80 vjeç kur ai vetë personalisht gjendej në krye të luftimeve, pavarësisht se nuk merrte pjesë fizikisht në luftim, por ishte truri udhëheqës i këtij koalicioni. Në arkivat e Vatikanit nuk e gjejmë mirë të saksuar se nëse vdiq nga një shigjet që mori në krahëror, apo nga që ishte mosha e thyer, pasi dihet që ishte 80 vjeçar pra, por dim që ai vdiq atë ditë gjatë betejës së fushë Kosovës. Më pastaj kemi atë risin e këtij studimi, të cilin ne po e përmbledhim në një vepër që do jenë gjithë arbrorët njëri pas tjetrit me gjithë ato bëmat dhe historitë e tyre që na kanë lënë në trashëgimi deri më sot. Dhe është një takim që bën me gjithë arbrorët në atë moment gjyshi i Skënderbeut, pra që mbasi vdiq Konstantini, dhe vendosin që të hakmerren me Muratin e parë. Dhe vrasja e Muratit të parë është një akt i paramenduar, nuk është një akt spontan nga Mhilli, që ishte Mhill Kopili, emri i tij vërtet është Mhill Kopili, por Milosh e kishte nofkën e tij, nga që ishte një tip shumë i bardhë, shumë i qartë në pamjen e tij, ishte, si thuash, si albin, ne i quajmë sot albin ato që kanë atë qiltërsinë në pamjen fizike, dhe ai ja kishin vënë bashkëlufttarët, ja kishin vënë nofkën si Milli është. Mill është. I Barsi Milli. Po Alban, duke kërkuar fotot për të dje dhe për ta parë pak se si duke. Foto 1389. Me piktura, kolegë, është i pikturuar. Serbët thonë Miloš Obilić. Po, dhe thonë që është serb. Po patjetër, ato thojnë është serb dhe nuk është rasti, sepse ato do të marrin identitet kombëtar në një betejë të humbur, por në aktin sublim që bëri në atë kohë Mhilli, pra Miloshi, Mhilli, ato dojnë kërkojnë identitet pasi deri në atë kohë serbët ishin shumë të varfër, sepse vetë emri i tyre serb vjen nga latinisht që ishte serb. Pra ishin, si thua, të konsideruar shërbëtor, fatkesisht, nuk më të keq, po ishin të konsideruar si shërbëtor, sepse nuk duhet askëm që të denigrojmë, askëm të përshmojmë. Ti mos u shqetëso për shërbimin. Por ishte e vërteta, e gjenezës së tyre, emri serbi është vënë nga latinët, nga fjala serb. Mos u shqetëso për faktin që ishin shërbëtor, se edhe fjala ministër do thotë shërbëtor, po nuk është se s'kap në lek. Tani, që t'jemi të qartë. Historiografia zyrtare nuk hedh shumë dyshime për nacionalitetin e vrasësit të Muratit. Ka disa teori, është shumë e vështirë që ai të vërtetohet që është serb, siç është po ka një vështirë që të jetë shqiptar, ose një jetë një tjetër. Ka një teori që nuk e ka vrasë shqiptarët e serbët, por e kanë vrarë djali i Sultan Muratit për t'i marrë fronin. I pari historian që thot këtë gjë që thua ti, dhe që shumë i njohur, është Noel Malcolm në librin e tij për Kosovën, që është edhe dokumenti zyrtar që ndërkombëtarizoi çështjen e Kosovës, dhe pastaj kemi ato lloj zhvillimi që kemi më vonë. Noel Malcolm thot që mbiemri i tij ishte Kopili.
por dhe ky ka dyshimet e Po kjo veta. nuk është rasti. Edhe ky ka dyshimet e veta, nuk është se dhe ai thotë që është Mihill Kopili ose Milosh Kopili. Ai thotë që mbi emri i tij ishte i tillë edhe ai e hedh këtë si tezë, por në një terren jo shumë të sigurt, do më kupton apo jo. A ja vlen që ne të grindemi me serbët për këtë element, sepse ky është elementi kryesor, betejë fush Kosovës, që ngriti gjithë doktrinën e spastrimit teknik të Slobodan Miloševićit. Ty të kujtohet në 1989. Nga që kjo është përdorur në mënyrë kaq ekstreme dhe tragjike, ne duhet të hulumtojmë dhe të nxjerrim vërtetësinë tonë. Vërtetësia jonë është ajo që është në kundërshtim në mënyrë kategorik, në kundërshtim me atë që deri më sot propagandon historiografia serbe, pasi kemi elementet që na japin të drejtë, elementet historik. Një ndër ato është dhe ajo që jo vetëm Malcolm, por dhe të tjerë kanë cituar vazhdimisht, që kemi ato këngët popullore të cilat janë transmetuar brez mas brezi, histori, këngët popullore, vjershat, të transmetuara tek kombi shqiptar, pra nga arbrorët. Dhe nuk kemi pasur asnjëherë këngët epike serbe deri në shekullin e 19. Pra në shekullin 19 u morë kjo histori dhe u përvetsua. Por nuk është rastësia jo, sepse ne kemi më vonë, dhe ato të Jani Kondos, që e ditë të gjithë që Jani Kondo Bimbashi ishte shqiptar, apo jo? Ishte një qam ortodoks i Epirit. Pra ai iku dhe çliroi Beogradin me qamet e tij. Dhe sot e ka gjithat përmendore dhe ato vazhdojnë të thonë që ky është herojon. Dhe e dim të gjithë nga historia, sepse historia e Jani Kondo Bimbashit është e 100 sa viteve përpara. Por ne kemi një fakt tjetër flagrant që ato vazhdojnë të jenë të mosbesueshëm. Kemi Shën Anxhelinën që ne kemi diskutuar së bashku shumë herë. Majka Anxhelina i thojnë ato, po Majka Anxhelina ishte nga Berati, pra ishte vajza Gjergjerianitit. Këtë e kemi sqaruar. Pra ato vazhdojnë gjithmonë të marrin gjithmonë ato tonet dhe i bëjnë tyre. Kështu është dhe historia Miloshit. Absolutisht nuk po ta vë njeri në dyshim këtë që po thua. Një element tjetër, Keli, që është shumë i rëndësishëm, është dhe emri vet i lokalitetit ku ato ja kanë bërë më mrapa Obiliq. Obiliqi, emri i tij vërtet është Kastriot, dhe në mas luftës të çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës u vendos nga Këshilli Bashkiak i Obiliqit të sotëm që të vendosej emri Kastriot siç e kishte pasur më parë dhe u kundërshtua me forcë nga komuniteti ndërkombëtar, për arsye se donin të mbronin atë tezën serbe, sepse në qoftë se do merrte emrin përsëri Kastriot siç e kishte pasur më parë, do binte dhe ajo, si thua, ndollia e sajuar që ka kthyer në histori. Këtë me bashkëpunimin e përsërisë prapë të historiografisë shqiptare, e cila ka ndodhur gjithmonë out në këtë drejtim. Nuk është se ne do hyjmë në ngatresë me serbët, sepse serbët që janë inteligjentë, serbët që janë me të vërtetë njerëz të ndershëm, ato janë vetë që hedhin dyshime mbi çështjen e luftës së fushë Kosovës, e cila nuk ishte udhëhequr nga ato, e cila nuk ishte një luftë vetëm serbe siç e propagandojnë ato, pasi ishin në formime sipër ato vetë si popull, nuk e kishin akoma atë lidhjen që kishin arbrorët njëri me tjetrin, dhe të kujtojnë përsëri pra që ato kishin gjithë të figura që i kanë adoptuar dhe i kanë bërë të tyre, siç ishin Brankot, Nemanjat, siç ishte Jani Kondo, ato bile quajnë Beogradski pobednik, ja kanë bërë Jani Kondos. Pra imagjinojmë atë modifikimin e historiografisë që e bëjnë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe vazhdojnë ta bëjnë prapë, sepse ato kanë kuptuar që është më lehtë për të bërë një komb të ri, që ishte ai i ndërtuar në shekullin 19, një komb serb, ato e kanë më të lehtë që të blejnë ca historianë tanë, apo të blejnë ca institucionet tona për të fikur, për të hedhur ujë mbi çdo zjarr adhetarie që lind në Shqipëri. Pra, kjo është një fatkeqësi që ato akoma vazhdojnë të mbisundojnë mbi variantin zyrtar të shumë betejave arbrore, të shumë përplasjeve arbrore, dhe të kujtojmë elementin tjetër, që ato për 4 shekuj robëri nga otomanët nuk kanë bërë rezistencë thujse fare me perandorinë otomane, ndërmorën në gishtat e një dore gjithë përleshjet që kanë bërë, ndërsa ne kemi vazhduar të luftojmë, kemi bërë mbi 1400 përplasje me perandorinë otomane për 5 shekuj robëri. Dhe këto ne kujtojmë se vetëm 1912, por ne kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme, po fatkeqësisht
tjerë të hanë kumbullat dhe ne na piheshin dhëmet, ju thënë në shodër. Pra i kanë marrur sepse kanë përfituar nga kjo neglizhenca jonë, si edhe sot, ka që thonë që lërë Angelinën, se Angelina është serbe, lërë Nikit Dardani, se ai ka bërë muzikë për fishën. Po pse, ato ishin njerëzit tanë, ne nuk kemi se si ti të mohojmë ato. Pra ne duhet të vazhdojmë në rrugën tonë, të japim variantin tonë historik, të bazuar mbi fakte historike të dalura sot në dritë. Sepse ato kanë punuar me shekuj, të kujtojmë të paktën kanë 100 vite që sabotojnë në mënyrë të vazhdueshme ato dhe fqinjtë tanë jugor, sabotojnë historinë dhe turqit nga ana tjetër, sepse po të shkojmë dhe të shohim betejën e Fushë Kosovës dhe në kanalet historike të Turqisë së sotme, nuk jeshtë ashtu si që ndërtojnë serbët. Është komplet diçka tjetër. Po është e padiskutueshme dhe me sa mbaj mend unë, sepse 1989 ka qenë shumë e rëndësishme për historinë e kombit tonë dhe jo vetëm, sepse aty nisi pastaj përplasja e madhe edhe brenda ish Jugosllavisë, fillimisht Slovenia, Kroacia, Bosnia dhe mëtej ne, me sa mbaj mend unë ka pas një opozicion shumë të qartë edhe nga historianët shqiptar, të cilët e vën, dhe jo vetëm shqiptar, po botëror, e vën shumë në dyshim rolin udhëheqës të Serbisë në këtë betejë. Serbët kanë qenë të pranishëm në atë betejë, si kanë qenë të pranishëm në atë koalicion të madh të Gadishullit Ilirik, por nuk kanë qenë ata udhëheqësit. Aq më tepër mendohet, shumë e dyshim që ata një nga ushtarët e tyre të ketë vrarë Sultan Murad. Por, mos të kalojmë në ekstremin tjetër, që ti marrim gjitha meritat vetë për vete, sepse rol në atë betejë nuk kanë pas vetëm arbërit, po kanë pas edhe etnitë e tjera. Ndërkohë që ti flet edhe për Shën Albanin, me që e kemi në Alban, do më thënë. Atëherë, Shën Albani është një figurë themelore e qytetërimit të themi ati qytetërim perëndimor, i cili u përhap mi gjitha mbas Krishtit e këtej, pra mbas vitit 1 e mbrapa. Ai është një personazh historik që ka jetuar në fund të shekullit të 3 dhe në fillim të shekullit të 4 mas Krishtit. Në hulumtimet e mia që kam bërë të thella mbi këtë, rezulton që ai ka qenë i thirrur nga Papa Kajo, që është një shqiptar në origjinë, pra apo Shën Kajo i sotëm, është thirrur për të rekrutuar në ushtrinë romake të kohës si legionar dhe ka udhëtuar drejt, pra ai nuk është lindur në Britani, ka udhëtuar drejt Britanisë me një qëllim thelbësor, me një mision thelbësor. Për hapjen evangelizimin e gjithë territoreve ku kishte arritur perandoria romake në atë kohë, që ishte dhe në Anglinë asaj kohe, ta dim deri tek muri i Adrianit, që ishte autoriteti romak. Ai ka një histori që është jashtëzakonshme në aspektin e asaj se që është shqiptari. Shqiptari është i tillë që jep dhe jetën për mikun, për atë që i troket të dera shtëpisë. Dhe mbasi Albani kishte përhapur atë qytetërimin perëndimor të sotëm, pra atë që ishte mesdhetarja saj kohe, që ishte qytetërimi i famshëm iliro-romak, pasi të kujtojmë që perandoria romake quhet sot romake, por në bazë të gjithë atyre që kemi diskutuar dhe herë tjera mund të quhet lehtësisht një perandori iliro-romake, pasi ne dhamë atyre perandor se ato ne kishim legionar më shumë se ato etj etj. Pra ai e ndinte për detyrë që të përhapte përmes evangelizimit të anglezëve që nuk kishin një përkatësi fetare në atë kohë, të krijonte dhe atë të hapte qytetërimin perëndimor. Dhe atë e bërë një mënyrë mjeshtërore, pasi ai arrinti që të bënte një komunitet shumë të madh në atë zonë ku sot quhet dhe qyteti në emër të tij, që është qyteti Shën Alban, rreth 30-35 km nga Londra e sotme. Ai ka pra këtë histori të fundit tragjik që pati në vitin 305 mbas Krishtit. Ai priti në shtëpinë e tij një emisar që kishte dërguar Papa Sankajo për t'i dhënë ato drejtimet se si duhet të vazhdonte me evangelizimin e njerëzve atje. Dhe pikasën romakët i trokitën në derë për dorëzuar mikun, ai me pak fjalë i tha po e thras. Hyri brenda, u kthye i veshur ai me pethkun e atij dhe u dorëzua tek romakët me kapuçin e tij në kokë, te atij murgu që kishte ardhur nga Roma. Dhe duke u shitur për dikë tjetër, ai u vendos direkt nga gjykatësi romak që të dënoi me vdekje pasi kishte ardhur për prishje ekuilibra dhe ju put koka.
pikërisht aty ku ju kut koka aty, aty lind sot një katedrale jashtëzakonshme që mbasi është katedralja më e bukur e realizuar në gjithë territorin britanik të sotëm. Ai mbahet si sheti I parë I Britanisë të Madhe, është një shet I cili është I njohur dhe I respektuar nga të gjitha drejtimet e përkatësisë fetare, siç ajo ortodokse, anglikane dhe katolike, por ai është dhe sheti mbrojtës I shqiptarëve. Pra kjo është një gjë shumë e rëndësishme, pasi këtë e tregon qoftë në shkrimet e tij. Atëherë një lidhje shpirtërore që kishte në atë kohë Konstantini I Madh me Shën Albanin e tregon Iliricus, që është një ndër historianët më të shquar që shkruan rreth 150 vite më vonë dhe na tregon që e alluronte me fjalë gjestin sublim të Albanit. Pra në atë kohë Iliricus, që ishte Marcellino Iliricus, ishte një historian I shekullit të 5. Pra, kemi më vonë dhe Nicolò Tomeon, I cili na tregon për gjestin sublim të këtij ilirur shqiptari, pra të këtij ilirur arbrori, I cili dha jetën jo vetëm për të mbrojtur atë doktrinën e tij, për të mbrojtur mendimet e tij, për të mbrojtur fenë e tij, por dha migjillat për të mbrojtur mikun tek dera e shtëpisë. Interesante, por Alban, tek varri I tij, a ka ndonjë të dhënë ku thuhet që ishte shqiptar? Sepse ku do të citohet si Romako Nuk ka Britanik. asnjë të dhënë, atëherë. Nuk ka asnjë të dhënë tek varri I tij përveç se është sheti I parë britanik, nuk ka asnjë të dhënë për vendlinjen, për përkatësinë e tij. Por ne e dim këtë në bazë të kërkimeve tona dhe nuk duhet pretendojmë që ta bëjnë të tjerët, pasi deri më sot se ka bërë askush se ka vënë ujë në zjarr. Ndaj ne po nxjerrim përmes Iliricus, përmes Nicolò Tomeut, përmes dokumentacionit që gjendet në Vatikan, I cili tregon që Shenkaju e thirri nga fisi albanëve Albanin vetë dhe nisi drejt Londrës. Pra ai nuk është I lindur në Angli, kjo është e saktë, dhe u nis pra nga fisi albanëve dhe u nis drejt Britanisë së sotme, drejt Anglisë të sotme në zonën afër Londrës. Pra këto janë elementë të cilët ne na bëjnë të rindërtojmë edhe një herë gjenezën historike individuale, pra biografinë e Albanit. Pra, këto janë elementë të ri e përsëris prapë të cilët ne do I botojmë, jemi tash në kontakt direkt me një revistë angleze e cila do e botoj për herë të parë këtë dokument historik që ne pretendojmë gjithmonë, të ndërtuar në bazë të 4 elementeve të shëndësishëm, 4 dëshmive historike që e lidhin Shën Albanin me fisin e albanëve, që e lidhin atë me Papa Sankajon që thirri për të ikur drejt Anglisë, I veshur si pra I rekrutuar në ushtrinë romake, gjëra që ndodhin në atë kohë, ndodhin shpesh, infiltroheshin njerëz të tillë me fjalë për të kryer misionin. Kudo që shkon ushtria romake, ti do të gjithmonë misionar. Mos u ngel hatri anglezëve them. Do ta pranoj? Shiko, ne po menduam që I mbet hatri aty këtij, do mbesim në historinë vendumro. Ne nuk duam të marrim askuj asgjë, por ne kemi gjithmonë nevojë që të nxjerrim në pa atë që kam thënë me kohë. Në momentin që shqiptari të marrë identitet dhe koshiencë, njohuri, ta kuptojë me të vërtetë se kush është, kush ka qenë, do e kuptojë se kush është sot. Në moment që do e kuptojë se kush është sot, ai do të ketë identitet më të fortë. Në moment që ka identitet më të fortë, do të ketë moralitet më të fortë. Dhe nga moraliteti vjen gjithçka. Shqiptari I vërtet as nuk shitet dhe as nuk blihet. Shqiptari I vërtet nuk ka çmim. Shqiptari I vërtet jep jetën për idealin e tij, për pasionin e tij, për nderin e tij, për miqësinë, për Shqipërinë vetë. Je shumë idealist për shqiptarin e vërtetë. Shiko, unë nuk jam idealist, por unë jam shumë realist sepse njoh ashtë historinë e kombit tim. Kur ta shpjegosh të Shën Albanit, kalojë nga burgjet e Anglisë. Në qoftë se ne ma besoj, njohim në thellësi atë kontribut që kemi dhënë ne në themelimin e kontinentit tonë. Në qoftë se ne me të vërtetë e vlerësojmë gjuhën tonë si gjuhë bazë të kontinentit tonë dhe ajo që thot ai zotëria që ju kujtova radhën tjetër quhet akademiku Memishaj. Më kujtua mbrapa dhe po jo them sot. Memishaj, I cili tha në një emision të Bledi Filziut, më duket, tha që gjuha shqipe u formatua tha një shekull 5, 6, 7 mas Krishtit. Është një gabim tragjik që akademia duhet ta heqë nga mendje, sepse po thojnë akademitë e botës. Zvicra ka paguar, tash po paguan miliona për akademikët e saj për të zbuluar rrënjët e Shqipes, pasi e konsideron si gjuhën bazë të identitetit evropian, si bazë e gjuhësisë indo-evropiane.
që mos bim në shëm përsëritje. Në shëm përsëritje. Shumë e bukur. Shëm përsëritje. E kapi një monitorime. Po. Falenderojmë shumë, Alban. Ishte shumë kënaqësi dhe do mundja të shkoj prap. Pasioni me cilin ti rrëfen, është e pamundur të rezistosh dhe unë habitem. Unë kam përshtypjen që mbas një shekulli do kemi dyshën Alban. Po. Dhe le ta shpallim Alban Krajën shenjtin protektor të programit tonë. Po. Votoj pro. Po. Santo subito. Unë kam vetëm diçka, unë njoh shumë pak të gjëra të tjera politikën, për shembull njoh shumë pak, nuk e dua fare dhe nuk kam asnjë objektiv politik në jetën time. Kam vetëm një objektiv, që një ditë të shkruajmë historinë e vërtetë nga shqiptarët për herë të parë për shqiptarët. Nëse do arrim ta bëjmë këtë, ne atëherë e kemi ndritur kombin tonë. Kështu e nisin gjithë që s'kanë objektiv për politikën, por rim pastaj bëhen të mëdhenj, pastaj do të bëhen me pushtet. Por edhe po bëra politikan ti me ne do ta kesh mirë, domethënë. Po. Gjithë mirë edhe Alban. Unë i ftoj si gjithmonë të shkruaj në kanalin tim YouTube, Jemi të nënshkruar. Ja, aty jemi. Po, të na ndjekim sepse kështu na mbështesin. Dhe ju bëj apelin e fundit për sot, që e ripërsëris gjithmonë, mos e shisni shtëpinë e babës, sepse do ktheheni një ditë të gjithë te shtëpia babës, te toka babës. Nuk ka çmim, asnjë çmim që t'ju japin, mos e shisni, ju lutem, mbani. Të bëj kryesisht për diasporën, por dhe për shqiptarët në Shqipëri sot, që shtëpinë e babës dhe tokën e babës ta mbajnë sa më fort. Mirë, e ke thënë për herë këtë, miru pafshim, gjithë mirë. Kalosh mirë. Po baba im kishte çom. Do ta kesh një sop tok. Këtu jo, domethënë këtu kam ato që kanë bërë vetë, po shtëpinë e babës. Atëherë thuaj djalit mos ta shes shtëpinë e babës. Ka ikë të shënë Albani. Mirë pas pak me Gentin dhe Oriolën.